sot jam paraqitur në dhomën penale të gjykatës Tiranës për shkak të një fatkeqësie që më ka bërë kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Veliaj, në lidhje me disa deklarata publike që unë kam bërë. Faktikisht unë sot shkova i përgatitur bashkë me avokatin tim me një mori dosjesh, të cilat vërtetojnë që gjithçka kam thënë, nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate dhe kam vërtetuar dhe do vërtetoj para gjykatës gjithçka kam thënë, por çudia më e madhe është që personi që ka padir nuk erdhi sot në seancën e gjyqit. Pra, bësh një pati, unë mendoj që do të kesh respekt, qoftë për qytetarët, qoftë për veten, qoftë edhe për personin tjetër që ke përballë, apo për gjykatën në këtë rast. Kështu që Erion Veliaj me gjithë thirrjet që unë kisha bërë që vinte në seancë, nuk erdhi sot, edhe sigurisht që gjyqtarja vendosi që seanca radhës tjetë me datë 12 nëntor, në orën 12, dhe në rast se Erion Veliaj nuk paraqitet nga burgu në gjykatë, atëherë seanca do pushohet dhe gjyqi do bie pra në këtë rast.